Ky emision mundësohet nga dhe është pjesë e fushatës për zgjedhjet lokale në Maqedoni. Shëndetje Daut. Përshëndetje Venar. Si e? Mirë, faleminderit. Si shkon puna? Mendojmë se mirë. Dukemi aktiv në terren, kemi filluar shumë herët, jemi në fushat, vetëm nga dita e djeshme oficialisht jemi futur fushatës dhe jemi në takim të vazhdueshëm me çdo qytetar. A është e lodhshme? Ndoshta mund të them pak është e lodhshme, mirë po në fund besoj që do t'ja vlen. Shpresoj edhe unë do t'ja vlej për qytetarët e komunës tuaj. Para se me nis me temat që i kam parashiku, thjesht dhe të nguci si e nguci shokun ton për bashkët asi me Mishi, që dhe thot se tash mjemnin me Mishi qytetarëve dhe u blesh burek me mish, apo? Nuk ka problem, dhe thotë mbiemri me Mishi, në vendin ku jetoj unë jemi familje shumë e madhe dhe unë mundohem gjithmonë që këtë mbiemër asnjëherë do të thotë të mos e kurris dhe gjithmonë t'ja ngris vlerat në nivelin më të mirë të mundshëm në gjithë masën ku ne jetojmë në komunën e Tarcës. Një koment që më pëlqej, ma dërguan tani në screenshot të një intervistë që kishim bërë, dhe një koment nga ana e qytetarëve të komunës Tarcës, një mërgjimtar kish komentuar që më duket se më në fund do t'ja vlej që komuna të vazhdoj të ketë një me mish, pasi që mund të na jap edhe diçka më tepër nga vetja e tij. Do të thotë për sarkazm. Unë nuk e di garës si ke hi, ama vanë ti e i ri edhe kom pa shumë më shpesh me kompani private se një prej moti, edhe tërgom cili ishte ai motivi jot për të hyrë kryetar komunë, kandidat për kryetar komunë. Realisht Venar, motivi im kryesor ka qenë siç potencove, do thotë kur gjitha ata mundësit i kemi në bizneset të cilët posedojmë ne, apo realisht shumë vite dhe kam qenë udhëheqës si një kompani shumë të fuqishme në Tetov, dhe kur e shoh potencialin dhe mundësinë që mund bëhet në biznesin privat, fatkeqësisht pse atë mundësi mos t'i japim institucionit ta rikthejmë ashtu siç duhet funksionoj për gjithë qytetarët. Ti realisht ndoshta ke ndjekur edhe lidhojën time të mëhershme që unë kam qenë zëvendësdrejtor në ndërmarrjen komunale Tetov, një ndërmarrje e cila më ka bërë të them atë përvojën më të madhe të mundshme në jetën time, pasi që ka gjeneruar shumë probleme dhe realisht në fillim jam dëshpëruar, mirë po më pastaj kam kuptuar se një vend me shumë probleme dhe kur je pjesë e zgjidhjes, të kalitën dhe të mëson shumë më shumë për sfidat të cilët të presin në jetë. Daut, tash e nisim domethënë kjo është një punë e re për ty, normalisht se para një punës re duhet t'i prezantohesh nëpër komisioni që të përzgjedh, këtë rast janë komisioni janë qytetarët që ndjekin këtë emision. Me pak fjalë tregom kush është Dauti për ata që nuk e dinë. Nuk parapëlqej të flas shumë për veten time, pasi që jam këtë pjesë paksa i mbyllur në karakter, mirë po unë jam prind i di fëmijëve, i martuar, prind i di fëmijëve. Me jetë të gjatë. Shënderit. Jam fëmija i ditë në familje, kam vëllain më të vogël dhe motrën më të madhe, dhe vi do të thotë shkollimin e fillor e kam kryer në vendlindje, të mesmen e kam kryer në Tetov në shkollën mjekësore të përgjithshme, dhe më pastaj kam zhvilluar studimet në Fakultetin e Administrim Biznesit. Gjithmonë nga viti 2010 kam një biznes familjar ku bashkërisht do të thotë kemi menaxhuar. Nga ati do të thotë jam marrur aktivisht edhe me disa aktivitetet të tjera të cilët nuk jam ndalur asnjëherë. Jam dashamirës shumë i madh i sportit dhe realisht edhe i mjedisit jetësor, pasi që gjithmonë mundohem kohën e lirë aq sa kam, sepse fatkeqësisht shumë pak kohë më bie, që mundohem të lëvizi në natyrë dhe në Mali i Sharkut kemi pjesën më të bukur në këtë anë në komunën e Tarcës. Realisht në pika të shkurta këto për veten, sepse kam pak problem të flas aq shumë, lirisht çka të mendon se mund të jap unë si informacion, jemi të hapur që ta paraqesim para gjithë qytetarëve. Ma herët folet për pozitat, kështu që mendoj se qytetarët e vlerësojnë se je i ri dhe punëtor, ke qenë i angazhuar edhe
pjesën institucionale dhe pjesën e ndërmarrësisë. Tregon tash për të bërë një punë, nëse zgjidhesh kryetar, për të bërë një punë duhet ekip. Kush është ai që në fakt ekipa jote që do të përfaqësojë në komunë dhe ti që do të punosh për ta. Duke u nisur nga përvoja të cilën e kam paraprake edhe në ndërmarrjen komunale, realisht ka munguar një iniciativë atyre që kanë qenë paraprak nga vetë fakti që në institucion nuk i ka kushtuar shumë rëndësi se mund bëhet diçka. Unë fillova një iniciativë e kam paraqitur edhe në media në ndërmarrjen komunale ku insistova me ngulm që të bëhet një herë për gjithmonë një web ku qytetarët mund të paguajnë online për fakturat, shërbimet dhe njëkohësisht të marrin edhe informacion nga ndërmarrja, dhe disa që i kishin bashkëpunëtor në administratë realisht nuk e besonin se ajo do të ndodh dhe ishin skeptik. Mirë po me atë iniciativë me pak mund me disa student do të thotë atë dashës të qytetit të Tetovës, ata e bën nga vetë iniciativa e tyre dhe ajo ka qenë shumë e shfrytzueshme për qytetarët dhe ajo më ka bërë të kuptoj që insistimi i vazhdueshëm në të mirë, sa do pak që të lëviz nga e mira, në fund të shpërblet nga ana e qytetarëve dhe realisht edhe vlerësohet sepse ne kemi nevojë Kur sen kohë mbi gjitha. Një zgjidhje e tillë kur sen kohë. Fatmirësisht shumë, sidomos atyre që janë në Mërgat. Po, thotë Mërgata është pjesa më e fuqishme e vendit tonë, sidomos të rrafshit të Pollogut. Ata janë, do të thotë, që kontribojnë për vendin tonë, mirë po ka vendi jonë ata kërkojnë vetëm në një trajtim të mirë institucional, e cila në fatkeqësisht ndër vite ka munguar. Unë kam një lidhje të vazhdueshme me ata pasi që shpesh i vizitoj, kam patur edhe prindin një kohë gjatë atje. Dhe unë besoj që këtë lidhje institucionale do mundon ta fuqizoj do të thotë edhe në të ardhmen. Tani në biroën për zhvillim barabartë rajonal ku jam në Shkup, kam arritur të vizitoj në nivel republikan 54 komuna, sepse kam dashur nga afër të vizitoj dhe të shohim se çfarë projektesh investohen nga ajo biro të cilën ne menaxhojmë, dhe realisht kam parë zhvillim do të thotë të gjitha sferave, sepse biroja nuk i kufizon investimet, janë investuar nga biroja shkolla, janë renovuar dritare, janë bërë kënde lojrash, janë bërë shtigje të cilat kanë zhvilluar turizmin malor, po njëkohësisht edhe infrastrukturë rrugore e cila është shumë e nevojshme për gjithë ne ku jetojmë këtu. Te ekipi do ndalem, normalisht se komuna ka të punësum njerëz që ndonjëherë e kanë atë gajle kur ndryshohet administrimi i komunës, e kanë atë gajle do ta kenë vendin e njëjtë punës apo do të jenë në ndonjë vend tjetër apo do të rinë në punë. Du një garancë prej teje se nuk e prek askënd në bukë. Kjo do të thotë është e dëshmuar, mund edhe lirisht të merrni informacionet në institucionet ku kam menaxhuar, edhe në biron ata të cilët janë profesionistë dhe ja duan të mirën këtij vendi dhe kanë potencial profesional, atyre ju kam dhënë hapësirën më të madhe të mundshme dhe realisht kam mundur edhe pa problem do të thotë pas një kompleks që i llogaris ata si drejtor, unë vetëm si menaxhues, vetëm të ndjehen sa më komod dhe sa më mirë në punën e tyre. Realisht edhe në komunën e të Arcës jam i bindur në atë që ka administratorë të cilët janë shumë të mirë dhe shumë të profesionalizuar, ata do të arrijmë vetëm t'i vëmë në menaxhment, të menaxhojnë ashtu siç duhet në komunën tonë, dhe unë do t'i kem bashkëpunëtorët më të afërt dhe në asnjë moment nuk do dua t'i largoj. Fatkeqësisht në komunën e të Arcës informacione jo zyrtare kam se ka disa të cilët janë me kontratë në vepër dhe nuk e din ku e kam vendin e punës, dhe realisht ata tash në fushat i kemi gjithë kundër, po kam bërë me dije se vazhdoni sepse nesër nuk do t'jeni, po ato kontrata do të ndërpriten sepse nuk ka logjik të marrësh një pak dhe të mos ta desh vendin e punës dhe të mos të jesh aktiv në punën tënde që e bën, dhe këtë do ta kompenzojmë me atë se në bashkitë vendore të cilët i kanë fshatrat tonë, kanë nga një apo nga ndi të punësuar në fshat dhe i paguajnë me vetë iniciativë. U kam garantuar se po ata njerëz të cilët janë mirëmbajtës të fshatrave do të arrijnë sistemojnë në komunë dhe do të jetë një e mirë për gjithë qytetarët, po njëkohësisht do të zgjidhet edhe statusi i atyre si punonjës në fshatrat tonë. Ato që janë të punësuar tek plaki i fshatit, si thonë, Kryetari pas. Kryetari i bashkisë lokale do të angazhohen në komunë për ta vazhduar ta kryejnë punën. Po, të njëjtën punë, mirë po vetëm se do t'i marr si një
të mbuluar nga për t'ja hequr ata argjime fshatit të cili i paguan me vetë iniciativë, sepse ka edhe argjime të tjera. Okej. Çfarë do të bësh për 100 ditët e para? Nuk e dia do të na mjaftojnë 100 ditët e para, mirë po puna e parë që kam nisur me një shok i cili është shumë i profesionalizuar në IT, ai më ndihmon tani është duke bërë edhe një aplikacion i cili do të jetë ende nuk e kemi venduar emrin, do të jetë kandidatura Daut Mirmishi për të ardhën apo Vlem për të ardhën, do të shohim do ta zgjedhim. Dhe në atë drejtim ai është shumë profesionist dhe më ndihmon tepër në këtë fushë. Pika e parë që do të dua në komunë të bëhet një digitalizim i përgjithshëm, pasi që faktikisht i ka munguar me vite komunës të Arcës, pasi Margata është ajo e cila kur kthehet në vendlinje nga fluksi i madh i numrit të tyre që vinë, nuk arrin të marrin shërbimet në kohë dhe për këtë më janë ankuar gjatë gjithë kohës. Dhe realisht edhe ata të cilët më janë në moshë aplikacionet apo shërbimet online edhe i njohin dhe i kanë domethënë shumë të shfrytzueshme në vendet e Margatës, mirë po gjithashtu edhe këtu. Ju e dini me rrjetin e VN-s tani që është bërë kjo pagesa online edhe ankesat online e ka lehtësuar shumë punën e qytetarëve dhe këto shërbime do të thotë ata gjithë i kërkojnë nga ne dhe unë jam hijtari i asaj që sa më shpejt i transformojmë këto në komunën e të Arcës, në administratën e brendshme, gjithashtu edhe në qasjen e atyre të cilët do duhet të marrin një shërbim, një dokumentacion për leje ndërtimi, gjithashtu edhe gjitha shërbimet tjera që posedon komuna. Do të mundohem në maksimum të vendojmë edhe shërbime të tjera të cilët janë zira e vendit, njësia rajonale e Pujtësisë, do të mundohemi të gjejmë lokacione të ndryshme, mirë po edhe për një informacion të përgjithshëm, ai i cili është i thirrur për të punë profesionisti i IT-s, më ka garantuar që do të mund të vendohet një robot i cili do të krijojë të gjitha shërbimet për informacion para qytetarëve, që do të mundohemi të vendojmë në hapësirat e komunës së brendshme. Shumë mirë. Shpresoj se kjo të ndodhi edhe qytetarët pastaj do ta kenë më të lehtë funksionimin e tyre si ditor çdo ditë edhe çdo muaj. Tregom Daut drejtorat e shkollave pasi i bien ndër ingerencat e komunës, drejtorat e shkollave a do t'i vendosësh njerëz që të vinë të bime, a do t'i vendosësh njerëz profesionist pasi ti ke fëmijë edhe une, kjo ndikon që rezultati i arsimimit të fëmijëve tu është në dorën atyre. Shpyqje e mirë, Venar, unë me basit vendore dhe me gjithë qytetarët që kam diskutuar gjatë gjithë këtyre muajve, sepse gjithmonë jemi në teren dhe këto brenga na tangojnë çdo ditë. Ata më kanë sugjeruar dhe më kanë pyetur në qoftë se vish si kryetar komune, në trego puna e parë çfarë do të bësh me drejtorët edhe me mësuesit. Realisht ju kam thënë kështu, çdo fshat dhe çdo bashkësi vendore do të vendos se kush duhet të udhëheq në shkollën e atij dhe unë nuk do të kem është ndër qytetarëve. Realisht kemi shumë fshatra të cilët mund të delerisht i potencojmë me emra ku direkt politika ka dëmtuar në nivelin më të ulët të mundshëm dhe fatkeqësisht këto e vuajnë fëmijët tanë siç potencove të cilët mësojnë në ato shkolla, janë bërë dorë indirekte e keqpërdorimeve të atyre të cilët kanë menaxhuar dhe ka keq menaxhuar. Fatkeqësisht ata në kohë zgjedhore arrin të bëjnë edhe kështu rotacionesh, kemi rastin edhe në këtë fushat parazgjedhore ku kanë bërë disa rotacione në shkollë dhe kanë ndruar disa drejtorë, disa mësues, këto e bëjnë vetëm në fushat parazgjedhore dhe realisht e dëmtojnë procesin arsimor. Unë këto jam në takim të vazhdueshëm me gjithë ata veteranë të cilët kanë përvojë jashtëzakonshme në arsim dhe kam marrë konsulta të vazhdueshme se si do të mund të jetë zgjidhja më e mirë dhe më afatgjate, sepse unë ata i kam pat mësues deri dje dhe ata janë ata të cilët ju kam thënë që ju do të jeni ata të cilët do të menaxhoni me arsimin indirekt, sepse ju e njihni këtë profesion dhe unë në asnjë moment nuk do të përzihem në këtë drejtim. Pa i depolitizuar dhe pa i çrënjosur këto probleme të cilet i kemi në arsim në komunën tonë, nuk mund të arrijmë të flasim për digitalizim dhe për modernizim të shkollave, pasi që disa shkolla janë realisht shumë të lëna në ambasadore dhe janë tepër në infrastrukturë të keqe. Në momentet e para do të mundohemi sepse kam parë që biroja ka potencial dhe ka zhvilluar në infrastrukturë shumë shkolla të ndryshme në nivel republikan. Një ndër to edhe Zhelin para disa ditë. Po, një ndër to tash e promovojmë drejtarët e shkollës dhe një mësues
Treboshit, një mësues në atë shkollë 40 vite nuk është ndëruar asgjë. Në atë shkollë përsëri pritet të bëhet edhe fasadimi, do të thotë faza ka mundësi të aplikohet, por fatkeqësisht deri më tani nuk kanë gjetur mundësinë të bëjnë kështu aplikime. Nuk do të thotë që nëse ke disa mjete të parapara për atë shkollë dhe ti refuzosh apo qoftë ai edhe projekt tjetër infrastrukturor, sa mjete ke, aq punë realizo, më pastaj në thirrjen tjetër përmes grantit apo me investimet të cilat i posedon komuna, do të arrijë të përfundoj. Sa shkolla, rikonstruim, ndërtim, do kesh, a kam plan program ton për ta ndërtuar ndonjë shkollë të re prej fillimit apo rikonstruim? Në komunën e Teacës do thotë për momentin nuk ka nevojë për shkollë, pasi që fatkeqësisht edhe numri i nxënësve deri viti në vit bie. Kjo është një shqetësim shumë i madh i gjithë banorëve dhe i mësuesve. Unë kur kam qenë në shkollën fillore, kemi qenë 3 paralele në fshatin tim nga 31 nxënës, kurse tash informatat që posedoj janë nga 2 paralele dhe 20 nxënës dhe fatkeqësisht kjo është numri shumë i ulur. Do të mundohemi në maksimum shkollat të cilat i kemi dhe i posedojmë për momentin, t'i kthejmë në gjendje të modernizuar ashtu siç tash, sepse disa fshatra gëzojnë shumë kushte të mira, të modernizuara, pasi që kanë pru nga ana e marrëgartës, kanë sjellë donacione të ndryshme Prap shtet privat. Po, kam parë disa në fshatin Dobrosht janë disa tablet që themi ne të digitalizuara dhe janë shumë të mira, ato i ka vetëm Zvica. Mirë po ka edhe tjera të cilet bankat edhe kariket janë në gjendje të mërueshme në disa fshatra, do të intervenojnë me urgjencë ata të cilët nuk i kanë këta kushte dhe besoj gjithë fëmijët do të gëzojnë. Me tekst veçantë do të jemi fokusuar në qoftë se nuk arrin nëpërmjet Ministrisë së Arsimit edhe nëpërmjet buxhetit të cilën posedon Komuna e Tarcës. Jam komunikim vazhdueshëm me afaristët tanë të cilët jetojnë në Mërgat, ata janë gjithmonë të hapur për të na ndihmuar, do të thotë në çdo fshat të komunës tonë, që njëherë për gjithmonë që të kalojmë këta çështje elementare dhe të flasim për projekte më madhore. Çerdha keni? Një çerdhe posedojmë në fshatin Porshevc për momentin, mirë nuk funksionon. Ende nuk funksionon, nga viti 2014 e këndej ka qenë e pa lëshuar në përdorim them në drejtim, Edhe pse objekti duket se janë mbasuar. do të thotë objekti ka qenë shumë i mirë, po çështje teknike nuk ka arritur të zgjidhet. Në fund kryetari aktual i ka ecur disa procedura ashtu siç duhet, mirë po ka pasur një problem me çatin, ka pasur problemin e ditë me ujin e pishëm. Ata probleme me sa i kam informacionet janë të kaluar dhe ka ngelur vetëm puna e pëlqimit në Ministrinë e Financave, pasi jemi futur në proces zgjedhor. Nuk mund të sigurohet dhe në mandatin të cilin do duhet të udhëheqim si kryetar komune në ditët e para, sepse është çështje teknike, pëlqimin nga ana e financave do ta kërkojmë, sepse Ngoj ka veç gësherët. realisht për fat mirë timin dhe për të gjithë qytetarët, neve na ka ra hise që të hapim atë çerdhe. Okej. Ndonjë premtim për çerdhe tjetër në përvend banime tjera? Realisht kjo çerdhe për statistik, kjo çerdhe kapacitetin për fëmijë do ta ketë tek 140.000 që do të arrijnë të jenë do të thotë aktiv në këtë çerdhe dhe do të jetë përbërë nga stafi nga 30 apo 35 të punësuar. Një çerdhe tjetër jemi në kërkim me sipër të vend lokacionit, mirë po mendojmë se tek pjesa tek hapësirat e fshatit Dobrosht do të jetë më e kapshme, pasi që kjo është në fshatin Porshevc dhe i përfshin 4 fshatra që janë nga ana e Tetovës dhe kjo pjesa tjetër i bie nga ana e fshatrave të Jazhincës, dhe besoj që do të jetë mjaftueshme edhe një çerdhe e ardhshme për cilën kam biseduar direkt në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe më kanë thënë që vetëm të duhet projekti dhe do të investohet pa problem, sepse në shumë komuna kam parë që ka nga 2-3 çerdhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe në komuna rurale. Do të thotë do të jetë një numër i mjaftueshëm për të akomoduar fëmijët tanë. Çerdhen e ditë e mendojmë me kapacitet prej 130 fëmijëve, parafosisht me të njëjtin staf me 30 të punësuar, dhe besoj që nuk do të ketë nevojë që fëmijët tanë t'i çojnë, edhe pse janë disa çerdhe private, realisht edhe ata nuk do të dëmtojnë as pak në biznesin e tyre, pasi që ka edhe shumë nevoja, se në bazë të statistikave gravitojnë diku në komunën e Tarcës afërsisht 650 fëmijë të cilët të duhet të akomodohen ata çerdhe,
këta dyqedhe do t'jenë për 250 fëmijë, ku realisht përsëri edhe ata të cilët janë privat do të kenë mundësinë të akomodojnë fëmijë në komunën e Tarcës. Ti ma shumë ndresh qerdhe, bon ma shumë qerdhe, mos u lot me atë privati, si privati do të gjejë lidhjen vetë. Po, realisht sfida e parë jonë do t'jetë hapja e qerdhes aktuale dhe insistimi për hapjen e qerdhes së dytë që do të ndërtohet objekti, dhe besoj që kjo do t'jetë për këtë mandat do t'jetë i mjaftueshëm nëse arrim t'i realizojmë. Për 4 vjet, për mbledhje, për 4 vjet, një qerdhe e hapur që është gati, edhe qerdhja e dytë të cilën do duhet ta iniciojmë në pjesën e Dobroshit. po, në hapësirat e fshatit Dobrosh të bëhet edhe për fshatrat tjetër që Okej, infrastruktura në çdo fshat. Domethënë këtu përfshihet uji, rruga, edhe kanalizimi, edhe shpresoj se kjo do jetë emisioni i fundit me një kandidat për komunën e Tarcës që diskutojmë për ujë dhe kanalizim që duhet të shkryej prej vitin 2000. Fatkeqësisht unë si i ri kam ambicie shumë, mirë, për kur flasim për këto tema aq shumë janë konsumuar edhe janë harxhuar, do jenë na vi edhe turp të premtojmë pasi që nuk ka më besueshmëri tek qytetarët, pasi gjithë këto vite projekti i dokumentacionit teknik ekziston për gjitha fshatrat për kanalizimin fekal, mirë po asnjëherë nuk ka patur një iniciativë do të thotë të drejt për drejt para qytetarëve se a do të nisë dikon taj projekt. Ka nisur një projekt në fshatin Tearc ku është edhe komuna në vitin 2021, para vitit 2021 ka qenë në tenderim dhe fatkeqësisht në tenderim ka qenë të parapara mjete për rrjetin e primar 128 milion denar, mi për në tenderim ka ra vlera në 52 milion denar, 70 milion më shumë, më pak. Thot më pak, edhe çfarë është bërë në atë kanalizim, do duhet të bëjmë ekspertizë të atyre njerëzve të cilët janë thirrur për këtë drejtim, ka mjete të cilët arrin të detektojnë a do të jetë funksional dhe a do të jetë i vijshëm për gjithë banorët e fshatit Tarc, dhe nëse është okay, ajo do të vendohet në përdorim kur do të përfundojnë edhe fshatra tjerë, sepse do duhet bëhet edhe kolektori kryesor që do të lidh gjitha fshatrat. Unë në çdo takim me qytetarët janë shprehur shumë të drejtë për drejtë dhe kjo më ka pëlqyer. Më kanë thënë nëse ti do të bësh kryetar komune, në shumë vende nuk kemi nevojë për asfaltim, vetëm nisi procedurën e kanalizimit që një herë për gjithmonë ta përfundojmë këtë çështje pasi që kemi arritur edhe nga 2 apo 3 jama septike në shtëpitë tona. Fatkeqësisht tek dikush i cili ka vend dhe hapësirë para shtëpisë, edhe pse ajo nuk është e ligjshme me jama septike, mirë pa i ka arritur të gjejë një zgjidhje afatshkurte, kurse tek ata të cilët nuk kanë vend në shtëpitë e tyre thotë vetëm se më unë jam i bllokuar dhe nuk kam zgjidhje tjetër, nëse ka nevojë dhe do të participoj dy fishin atyre të cilët do të participojnë një pjesë, vetëm e vetëm njëre për gjithmonë kësaj çështje të jepet fund. Ju e dini, në këtë vit u nda një grant për disa fshatra për projektin e kanalizimit, për fshatin Përshec, Ngëllotje dhe një pjesë të Tarcës, 40 milion denar u ndan nga ana e Ministrisë së Ekologjisë. Unë në këtë drejtim do të mundohem në maksimum të bëjmë që ky projekt i cili është i premtuar ndër vite të merr jetë një herë për gjithmonë, nëse do të arrijmë në këtë 4 vjeçar të arrijmë ta funksionalizojmë këtë projekt ideal, në fund të vitit 4 unë nuk do dal të lip vot para qytetarëve, por besoj që qytetarët vetë do ta besojnë atë sistemin dhe punën që do ta bëjmë me nder këto 4 vite. Edhe nga ana e qeverisë, ndoshta keni ndjekur, granti i cili ndahet në nivel republikan, ka një metodologji të re e cila është shumë e mirë sepse nuk anashkalon asnjë komunë e cila pavarësisht cila parti u theqja apo cila etni, ndahet banari metodologji e cila është në kod banari. Fatmirësisht komuna e Tarcës nuk posedon numër pak, po është në numër shumë të madh, 25.000 banar, do të thotë na takon afërsisht në vit 3.3 milion euro investime kapitale për cilët vetëm do të bëjmë projekte. Me theks veçantë qeveria është e fokusuar në këtë drejtim që mos të bëhet vetëm them ashtu lirisht makijazh në këtë drejtim, vetëm asfaltim dhe vetëm për të dukur, mirë po ti tregojmë rëndësi të veçantë pjesës nën-toksore që nënkupton ujin e pishëm, rrjetin sekondar dhe rrjetin tercial, edhe kanalizimin fekal i cili është më së nevojshëm në vendin tonë. Do për shkak se emisioni krijohet në vetur,
ne kemi përgjegjësi që të ndikojmë tek njerëzit që na shikojnë të vëzisim më mirë. Bashkërisht edhe ne edhe njerëzit, një gabim në komunikacion që ke bo, që je dënu për atë gabim edhe nuk e përsërit mo shkaku se ke marrë në sim. Mundohem gjithmonë të jem do të thotë të respektojmë rregullat, mirë po fatkeqësisht ndonjëherë bëjmë gabim, ne jemi njerëz. Them se kam bërë një gabim, askush nuk do ta besoj sepse kam bërë shumë gabime. Një gabim që do ta potencoj para gjithë qytetarëve duke qenë drejtor në ndërmarrjen publike komunale të Tetov. Duke pasur atë punë për zemër dhe kam bërë si drejtor edhe punën e kontrollës në terren të ekipeve të cilët mirëmbajnë qytetin. Ka qenë ora 11:30 e natës ku një ekip të cilin e kishim deleguar që të pastroj rrugën tek hyrja e qytetit tek Palma Mall, ajo pjesë që quhet, dhe më tregojnë që kamioneta ka kaluar dhe nuk i ka marrur ata mbeturina dhe unë në atë shpejtësi do të thotë për të arritur në vendngjarje ta shoh se pse nuk i merr, se në moment ka qenë duke kaluar, më ka informuar një qytetar dhe më ka ndaluar policia tek dalja e qytetit, do të thotë se unë bëjën duke dalur dhe kam qenë në shpejtësi jo shumë të madhe, mirë po e kam thirrë rregullin. Dhe pavarësisht se ata më kanë njohur dhe janë ndjerë shumë keq, kam thënë lirisht po ruajini dënimin dhe kam paguar me shumë dëshirë, edhe pse kam paguar edhe shumë dënime tjera. Parat e ndërmarrjes i ke paguar me parat tu. Jo, në asnjë moment ekziston, do të thotë mund të sigurohet. Ka qenë një dënim i vogël për shpejtësinë, i cili ka qenë 150 euro, mirë po në gjithë është paguar 75 euro dhe në afat 8 ditore kam paguar dhe kam mbyllur. Shumë mirë. Faleminderit shumë për kohën, shpresoj se do të keni garë korekte, demokratike, pasi ju i përfaqësoni qytetarët edhe qytetarët nuk meritojnë që të përfaqësohen nga dikush që nuk merr pjesë me një garë korekte dhe demokratike. Benar, unë të falenderoj shumë për këtë ditë, të them drejtën nga gjithë ajo fushat dhe agent shumë e rënduar, të them drejtën kjo intervistë dhe kjo bashkëbisedim, mos ta quaj edhe intervistë, kam kaluar shumë mirë. Unë i falenderoj gjithë qytetarët që kanë durimin të na ndjekin, sepse ne jemi do të thotë tani në takim të vazhdueshëm me ata, besoj që deri në fund do t'ja vlej, por ky debat apo kjo intervistë sot me ty më ka relaksuar dhe më ka hequr lodhjen të cilën e kam akumuluar ndër ditët në vim. Mirë po edhe gjatë fushatës e cila na ka ngelur 20 ditë, unë do t'i bëj apel gjithë qytetarëve nëse më lejohet që këta 20 ditë të përkushtohen maksimum, sepse nuk mendoj se 20 ditë janë shumë për të kthyer 20 vite prapa. Mos t'ja lejmë rastit dhe të mundohemi në maksimum të bëjmë këtë ndryshim. Unë të falenderoj edhe një herë për gjithë këtë kohë që e ke ndarë me mua. Financish, Shpresoj që jemi gjithmonë vetëm për të mirën. nderit. Ky emision mundësohet nga dhe është pjesë e fushatës për zgjedhjet lokale në Maqedoni.